Po shumë keq, shumë keq. Është po e kujtoj një kohë, unë 98-ën, 89-ën në realitet, serbë me thojshin ju edhe me dhonë shtet ju s'dini me majtë. E për që ta jam shumë i natosën edhe i brengosën se s'po dina me majtë shtet. Po kush s'u lodhë? Unë e kam një mendim, po se dhja me shpreja ja. Duhet peja ti matresa ja sale e share të lasht, e deri të avni dhe hari me jo histopt. Se ndrysh është zbohat. Kjo është maltretim me poplën, maltretim me shtetin, me bojkotim të shtetit. Jenë keq, ndoshta me ranga nivelli fjallorit, po tu janë njës pej ma të parit, ma i madhit, ati se bëhe etiket për men me emna, nuk kam dëshirë. Gjithmonë përgjësia është në mënyrë hierarhike. Ai që ka pushtet ma shumë, ka forcë ma shumë, ka përgjësi ma të madhe. Ndërsa, ata që kanë ma pak, edhe ata kanë përgjësinë e veç, po nuk e kanë madhe ndoshta si ai i pari. Prandaj, unë kërkoj prej tyne, si atyne që kanë përgjësi ma të madhe, si ma të vogël, deri një deputet kofti vetëm në kuvernin e Kosovës, kërkoj që të merren të bojnë diçka dhe mos të lanë kështu në një ankë krejt shoqërinë kosovare, se me të vërtet është e papranueshme për çdo qytetar tjetër që flaset, dikush flet, dikush let, po me qenë se foli për to, se drejtën me thonë qaq monotonë në bosa që nuk po vlen edhe me dhonë mendime, se mos gjithkush e ka mendimin e vet. 99% popullatës thjesht mendojnë që kështu që ata duhet më marrë se për shtaj kemë votu. Për ndryshe kur dalin të herës do me i votu heq, veç me shkyflet votimet. Mos provimi i qeverisë po dëmton në shumë të popullatën kosovare, jo institucionet, po popullatën. Kështu që sjellja e deputetëve është jashtë çdo norme njerëzore. Pa marrë parasysh kush kandidohet për kryetar kuvendi, duhet më zgjedhë sa më shpejt. Për ndryshe, Kosova po shkon mrapa.